Përshëndetje miq, ndodhem në stadiumin e Kastriotit, në qytetin e Krujës. Një nga krenarit më të mëdha, jo vetëm qytetit Krujës, të rrethinave, por edhe të Shqipërisë, sepse është një ekip që ka luajtur për herë në Super League dhe i ka dhënë tonin futbollit shqiptar. Sot stadiumi ndodhet në këtë gjendje. Ka disa kohë që sportdashësit krutan nuk dëgjohen më me thirrjet e tyre pikërisht në këtë shkallë të stadiumit dhe shkallët janë pikërisht të zëna nga ferrat dhe nga pemë cilat kanë mbirë, sepse këtu nuk kujdeset askush. Fusha e futbollit tani më është kthyer në një vend ku hidhen qenta rrugës dhe i nervit. Janë hequr edhe portat. Ditën e sotme e bëj këtë video për shkak se ekipi i Kastriotit ka një ndeshje shumë të rëndësishme me ekipin e Ilirisë. Pra luan Kruja dhe Fushkruja dhe në gjuhën e futbollit kjo quhet derbi. Por edhe pse ndeshja është brenda, pra Kastrioti luan në shtëpinë e vet, ajo nuk do zhvillohet në Krujë, po do zhvillohet në qytetin e Fushkrujës. Dhe kjo nuk është hera e parë. Gjithmonë ekipi i Kastriotit nuk i zhvillon ndeshjet në Krujë për t'i dhënë kënaqësi dhe sportdashëve krutan, po sigurisht për t'u ndjekur edhe më komod në shtëpinë e tyre. Ata i zhvillojnë ndeshjet në Fushkrujë, janë kthyer në një ekip nomadësh tani që zhvillojnë ndeshje përveç në qytetet e tyre në çdo qytet tjetër. Stërvitjen e bëjnë në Fushkrujë, në Kamës dhe ndeshjet nuk i zhvillojnë pikërisht në këtë stadium e cila ka qenë krenaria e Krujës. Unë vetë kam luajtur futboll në Krujë dhe ëndra ime dhe gjithë sportistëve të tjerë, shokëve të mi nga Kruja, ka qenë të luajmë këtu, sepse përgjithsisht në ndeshjet i zhvillonim tek fusha poshtë. Ndërkohë, ky stadium, i cili ka pritur ekipe shumë të rëndësishme të Shqipërisë dhe jo vetëm, ndodhet sot në këtë gjendje dhe ende nuk ka një përgjigje, sepse Krujën e kanë lënë në këtë derexhe. Mos flasim për ujin e pishëm, apo për institucionet që i kanë heqë Krujës, apo për lëmshin që kanë bërë me shtëpitë e tërmetit, apo për rrugën katastrofë që është, apo për turistët që nuk duan të çojnë Krujë qeveria, apo duan të çojnë në Berat dhe në Gjirokastër. Mos flasim për histori tjera që kanë karakterizuar këtë vend me mbylljen e shkollës berbere apo ikjen e qytetarëve dhe shpopullimin e Krujës, po flasim për një element thelbësor. Kruja nuk ka teatr, Kruja nuk ka dhe futboll tani. Pra edhe futbollin të vetme kënaqësi që kishin qytetarët krutan ja kanë hequr dhe tani ekipi i Kastriotit dërgjet rrugëve.